Përshëndetje, të dorëzojmë vetëm këtë dokumente. Fuck you! Fuck you! Rama! Fuck you! Fuck you! Rama, fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Të ka ardhra dha për spak, Edi Rama nisu vrap. Të ka ardhra dha për spak, Edi Rama nisu. Së Shqipërisë dhe protestues prej më shumë se 31 ditësh në shesh, jemi sot këtu përpara institucionit prokurorisë posaçme për sjell provën që sipas nesh dëshmon disa prej shkeljeve më të rënda të bëra nga kryeministri i vendit Edi Rama. Në këtë libër gjenden 523 projekte të ndryshme, disa prej të cilave të ndërtuara tani më, të tjera në ndërtime sipër dhe një pjesë e tyre në plan për të ndërtuar. Në këtë libër gjenden dhe mund të lexohen disa prej problemeve më të mëdha të këtij vendi dhe të këtij modeli qeverisjeje. Në këtë libër del qartë kryeministri Rama dhe qeveria e tij e kanë shmangur në çdo moment konsultimin publik, duke ju mbivendosur shoqërisë përmes fuqisë së pushtetit dhe përmes marrëdhënies me arkitekt të huaj, ndërtues, biznesmenë, oligarkë, të cilët kishin interes në ndërtim. Në këtë libër del qartë se ligji 2124 është një ligj që është miratuar për shkak të projekteve të ndryshme, të cilat gjenden në këtë libër vite përpara se të ndryshojë ligji. Në këtë libër del qartë se pavarësisht se në shumë prej vendeve në të cilat to projekte propozohen për të ndërtuar ka pronar që nuk janë në dieni të ekzistencës së këtyre projekteve, si dhe pronar që vijojnë të jenë ende në gjykata prej shumë vitesh për të marrë të drejtën e tyre, projektet vijojnë pa u shqetësuar. Në këtë libër del qartë se ka një konflikt interesi mes kryeministrit të vendit dhe arkitektëve e biznesmenëve të ftuar për të investuar në këtë libër, për shkak se kryeministri Rama është njëkohësisht edhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe për rrjedhoj ai vendos për miratimin e gjithë këtyre projekteve. Si përfundim, ne jemi këtu fillimisht për t'i thënë prokurorisë së posaçme se kam mbështetjen tonë për veprimet e deritanishme, ashtu siç ka edhe pritshmëritë tona për nisjen dhe vendosjen e drejtësisë në vend për secilin projekt. Ne nuk jemi këtu për drejtësi popullore, po për të kërkuar një shtet të së drejtës, në të cilin kryeministri i vendit trajtohet dhe hetohet njësoj si të gjithë qytetarët e tjerë të Republikës. Ndaj, përmes këtij akti të sotëm kërkojmë që të ketë drejtësi deri në fund dhe drejtësi për të gjithë, pavarësisht fuqisë, pozicionit apo pushtetit momentan. Në këtë moment ne do ta dorëzojmë atë që për ne është prova e krimit qeverisjes kryeministrit Rama pranë prokurorisë posaçme për t'i kërkuar, siç e kemi kërkuar mundur të revolucionit paqësor, duke hetuar ato që për ne është kreu një shteti kriminal, Edi Ramës. Bravo! Përshëndetje, të dorëzojmë vetëm këtë dokumente. Rama
Fuck you! Rama, Rama, fuck you! Fuck you! Rama, fuck you! Fuck you! Të ka ardhra dha për spak, Edi Rama nisu vrap. Të ka ardhra dha për spak, Edi Rama nisu. Së Shqipërisë dhe protestues prej më shumë se 31 ditësh në shesh, jemi sot këtu përpara institucionit prokurorisë posaçme për cilë provën që sipas nesh dëshmon disa prej shkeljeve më të rënda të bëra nga kryeministri i vendit Edi Rama. Në këtë libër gjenden 523 projekte të ndryshme, disa prej të cilave të ndërtuara tani më, të tjera në ndërtime sipër dhe një pjesë e tyre në plan për të ndërtuar. Në këtë libër gjenden dhe mund të lexohen disa prej problemeve më të mëdha të këtij vendi dhe të këtij modeli qeverisjeje. Në këtë libër del qartë kryeministri Rama dhe qeveria e tij e kanë shmangur në çdo moment konsultimin publik, duke ju mbivendosur shoqërisë përmes fuqisë së pushtetit dhe përmes marrëdhënies me arkitekt të huaj, ndërtues, biznesmenë, oligark, të cilët kishin interes në ndërtim. Në këtë libër del qartë se ligji 2124 është një ligj që është miratuar për shkak të projekteve të ndryshme, të cilat gjenden në këtë libër vite përpara se të ndryshojë ligji. Në këtë libër del qartë se pavarësisht se në shumë prej vendeve në të cilat to projekte propozohen për të ndërtuar ka pronar që nuk janë në dieni të ekzistencës së këtyre projekteve, si dhe pronar që vijojnë të jenë ende në gjykata prej shumë vitesh për të marrë të drejtën e tyre, projektet vijojnë pa u shqetësuar. Në këtë libër del qartë se ka një konflikt interesi mes kryeministrit të vendit dhe arkitektëve e biznesmenëve të ftuar për të investuar në këtë libër, për shkak se kryeministri Rama është njëkohësisht edhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe përrjedhoi ai vendos për miratimin e gjithë këtyre projekteve. Si përfundim, ne jemi këtu fillimisht për t'i thënë prokurorisë së posaçme se kam mbështetjen tonë për veprimet e deritanishme, ashtu siç ka edhe pritshmëritë tona për nisjen dhe vendosjen e drejtësisë në vend për secilin projekt. Ne nuk jemi këtu për drejtësi popullore, po për të kërkuar një shtet të së drejtës, në të cilin kryeministri i vendit trajtohet dhe hetohet njësoj si të gjithë qytetarët e tjerë të Republikës. Ndaj, përmes këtij akti të sotëm kërkojmë që të ketë drejtësi deri në fund dhe drejtësi për të gjithë, pavarësisht fuqisë, pozicionit apo pushtetit momentan. Në këtë moment ne do ta dorëzojmë atë që për ne është prova e krimit qeverisjes kryeministit Rama pranë prokurorisë posaçme për t'i kërkuar, siç e kemi kërkuar, mundur të revolucionit paqësor, duke hetuar ato që për ne është kreu një shteti kriminal Edi Ramës. Bravo!